Back to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se zakonisht, pak pas orës 22 deri në orën 23 do të jeni në dëgjovi bashkë në programin Back to the Beginning, një kthim pas në kohë me personazhe të ndryshëm që i përkasin sferave dhe fushave të ndryshme të jetës publike në vend. Dikur, pak më shumë se 9 vite më përpara, ishte një artist i ri. Dhe në fakt tani që po kujtohem, mua më duhet të falenderoj Gjergj Kaçinarin, i cili është shkesi ynë i imi dhe i të ftuarit që kam sot në bashkëpunimin e parë që kemi patur në edicionin e parë të Albanian Pop Rock me muzikë të viteve 90 në ato kohë. Nuk e njihja, mbaj mend vetëm një djalë të disiplinuar, i cili kishte shumë dëshirë të këndonte, të performonte në skenë. Nuk e mbajti premtimin që tha nuk do këndoj me Sallën, sepse e rëmbeu Salla dhe e bën refrenin e Në këtë natë dikur të Albatrosëve bashk. Pastaj kemi bashkëpunuar disa vite më vonë, kemi qenë në një tjetër edicion të dueteve ku Andi Tanko, mirë se erdhe. Është kënaqësi. Ka performuar me Myfarit e Lazën, pastaj kemi qenë bashkë në një tribut të Djemve të Detit ku Andi ka performuar një nga këngët e albumit të dytë në ato kohë, si gjethe kënga. Kështu që megjithatë një nga pikë takimet tona më të rëndësishme ka qenë në edicionin e vitit 2022 në Këngën Magjike, kur ti ke performuar së bashku me Urban Band dhe që u shpallët grupi më i mirë i artistëve të rinj, që pata unë një kosto publike të tmerrshme se Kozeta Kurti ecën me shihet e veta që kanë të bëjnë me muzikën rock etj. Shumë histori, ndërkohë që ti je ende një djalë i ri. Djalë i ri, kam kap të 30 tash, mund të themi që pavarësisht se rini është, por që në karrierën muzikore, pas 43 vjet ky thotë. Mos mbaj mend ç'bëja kur isha 30 vjeç. Në karrierën muzikore deri diku është, po të themi, mosh relativisht mesatare. Por që ke bërë gjëra që është shumë i vogël atëherë, jo shumë i ri, shumë i vogël. E vërtet, kam marr pjesë, si thua, edhe në festivalet që ti përmend, edhe falenderoj edhe unë Gjergjin që më ka dhënë mundësi të njoh një person si ty, që më ka dhënë mundësi të marr pjesë në festivale të tilla dhe në festat që ke organizuar dhe vet. Tani që kujtova, kemi qenë bashkë në një cast në programin Këndo Këngën Time dikur në Vision Plus. Kemi bashkëtuar shumë gjatë artistikisht, tani që po e mendoj. Vërtet. Andi, unë dua të kthehemi pak përpara 2016-s kur unë të kam njohur, cili është raporti yt me muzikën, kur ka filluar ai, kur e ke kuptuar ti që ja vleket ta bësh këtë punë. Ja vlen të këndoj, më saktë. Po, se vërtet është, kush këndon, kush merret me muzikë nuk është kurrë në punë. Jam dakord me ty. Pavarësisht se gjatë viteve jam munduar që të kthehem dhe ta njoh më mirë muzikën, të futem në të thella, si thua, edhe të bëhem dhe një kantautor, të krijoj këngët e mia, të shkruaj tekste, por fillimi sigurisht ka qenë momenti kur unë zbulova që di të këndoj. Edhe ka qenë në klasë fillore, kur Zysha fillon të më nxirrte para klasës për të kënduar këngët patriotike, kanë qenë atëherë që jepeshin në orën e muzikës. Zysh Bali ka qenë Zysha që s'ha harroj kurrë, Zysha e muzikës te shkolla Dora Distria, që klasë 3 dhe të 4 më ka nxjerrë dhe para klasës dhe në eventet që krijonte shkolla atëherë. Aty nisa të kuptoj që kam një farë talenti për këtë punë, pavarësisht se isha goxha i vogël dhe me kalim në kohës arrita ta zhvilloj disi më shumë. Andi, kur të sheh ty, ti dukesh si një djalë i qetë, i shtruar, gati të krijon ndonjëherë idenë edhe të një natyre deri diku edhe introverte. Ndërkohë ajo që kupton njeriu nga ty në një tavolinë kafeneje tek ty në një skenë, janë dy persona komplet të ndryshëm, për energjinë që transmeton, për turmën që e merr me vete. Duken si dy njerëz, tani cili je ti? Ai i pari apo ai i dyti? Në fakt edhe për mua është një ndarje, skena është një territor ku un arrit të nxjerr një, s'po them personazh tjetër, se po i njëjti, por një vend ku ndihem më rehat ta shpreh veten time, muzikën që unë pëlqej, jo se nuk e shpreh edhe në tavolinë, por që është e saktë ajo që the deri diku, jam një natyrë introverte që më tepër jam fjalë pak dhe i qëndroj mbyllur, ndërsa në skenë normalisht detyrohesh të shpërthesh, sidomos edhe me rrymën që unë bëj. Cila ka qenë skena e parë për e vërteti? Pra, përveç auditorit të parë të klasës, shiko, këto auditorit e para të klasave, përveç se të zbulojnë talentin, të krijojnë edhe një facilitet, një mundësi për të menaxhuar emocionet, sepse ai është publiku i parë, po nuk e turp aty, nuk e turp edhe në një grup më të madh, edhe në një më të madh e kështu me radhë. Kështu që e ka të mirën e vet shkolla e fillores.
nuk e di pse, kam qenë e kundërta e introvertit në fillore, kam qenë goxha mi stres dhe ekstrovert, dhe nuk e vrisja shumë mendjen për ato shokët e klasës dhe shoqërinë e klasës. Edhe ka qenë shumë ndryshe nga skena vërtet e parë që kam marrë pjesë, edhe po flas për skenën live, muzik live që unë kam bërë me grupin tim parë që quhej Chord System. Viti ka qenë 2012 dhe ka qenë Tech 5 Jazz, nuk e di nëse se është legjendar për kohën atë te stadiumi Selman Stërmasi. Aty kam bërë live në parë me familjarët tanë, gjithë secili ftoi ato të vetë dhe u bë një turm goxha e madhe dhe në 4 këngë të parat që kam kënduar kam qenë komplet i ngrirë. Ka qenë dhe një spot që më vinte përballë te syt edhe jam verbu gjatë gjithë live-it dhe s'kisha as kurant lëvizja kraun. Por te kënga e 4 të mbaj mend që kam bërë lëvizjen e parë për të kaluar ke e 5-ta. Dhe ndërkohë kështu erdhi live i parë dhe kuptohet, ai raporti drejt për drejt me publikun kur je live është krejt ndryshe, ne që kam përshtypjen që ti as nuk e ke idenë si është të fusësh një USB dhe të këndosh. Besoj që nuk e njeh fare këtë ndjesi. Apo e njeh? Ka ndodhur. Disa herë ka ndodhur edhe A të kuptove që mund të jesh dhe aktor? E vërtet, ti jep mundësinë të aktrosh më shumë, me saktesh. Po unë e kam bërë edhe kur ka qenë USB-ja, kam kënduar më fort që të jem brenda asaj performancës. Nuk e di kur e shoh ca këngëtar që nuk i del damari fytyrë, tu them çfarë po bën ky vllai. Shkota dy. Unë dua të prezantoj dëgjuesit e din, po kam kënaqësi unë për të vendosur një nga këngët e grupit Urban Band, pikërisht atë këngën për cilën folëm, unë kam qenë përballë, kam pasur një lumturi të jashtëzakonshme kur kam qenë në jurinë e këngës magjike dhe kam parë atje juve të performonit, kam harruar kostumin e antarit të jurisë, kam kërcyer, kam kuptuar që unë jam njeriu që e kam dashur dhe e dua muzikën rock dhe me atë rast përfitoj nga rasti t'ua kujtoj edhe dëgjuesve të Top Albanias këtë këngë, të cilën e mësova përmendesh edhe e këndova. Ose nuk shquhem që këndoj, po bëj sikur buzët i lëvizi sinkronizoj yll. Edhe një natë ndërkohë me Andi Tankon në studio. Nga fillimet e shkollës fillore tek skenat e para të live-eve, të bareve, të lokaleve, tek krijimi i grupit të parë, me qira fjala pse janë kaq jetë shkurtër grupet në Shqipëri, vëre që janë jetë shkurtër. Çfarë ndodh? Në grupet e viteve 90, nga sa di unë, nga sa kam studiuar unë dhe hy tek njerëzit që e njoh historikun e atyre viteve, shpeshherë ka patur një problem jo vetëm financiar, po edhe të leadershipit. Kush është i pari, kush është i treti, kush është i dyti. Në gjeneratën tuaj të viteve 2000 tani, çfarë ndodh me grupet? Do të pyes edhe për këtë. Vërtet është, unë kam ndruar shumë grupe, me thënë të vërtetën, edhe përmendet shumë mirë që pjesa e leadershipit edhe ka qenë edhe s'ka qenë, gjithashtu edhe pjesa e financimit. Por ndoshta për mua ka qenë gjetja e personave të duhur për të arritur për të bërë atë gjën që me vërtet ndjej ta bëj, që më mbush shpirtërisht edhe që është muzika që them, okay, për këtë jam krenar që po e bëj edhe. Ne dëgjojmë këtë këngë nga Urban Band pikërisht pas përpara momentit që ju të shkëputeshit, dhe ndërkohë kanë kaluar 2 vite e gjysmë, më duket, po aq 2 e gjysmë 3, dhe i rikthyer përsëri me grupin. Çfarë ishte kjo koha si vetmitar për reflektim? Në fakt, kur isha me grupin, sidomos patëm dhe një periudhë mbas këngës magjike. Isha në një luftë me veten, në një garë me një person që isha dhe personin që do doja të isha. Edhe po vija gishta dhe po fajsoja ndoshta edhe persone që s'kisha pse ta bëja, duke përfshirë këtu dhe pjesëtar të grupit. Në atë mendimin tim ishte sikur po më mbanin për poshtë. Është një mendim që vjen edhe pak i rrezikshëm për artistët, sepse duhet ka ndodhur artistave të mëdhenj si Fred Mercury apo edhe shumë të tjerë, por që patëm ca konflikte, ca mospëlqime dhe më tepër një hatërmbetje që zgjati rreth 2 vite gjys. Edhe kjo eksperiencë që mora më pas këto 2 vite gjys më tregoi që grupi është kryesor. Domethënë gjëja më e mirë bëhet në grup. Dhe për më tepër që është kaq shumë e vështirë të krijosh një lloj brendi sot. Tani duhet ta pranojmë, ju jeni të pakonkurrent në këtë gjini, po edhe në këtë lloj grupimesh. Nuk ka më grupe. Nuk ka më. Të them të drejtën, unë e shoh terrenin edhe lokalet, muzikën live, ndjek edhe shoh që kanë dalë artista të rinj, por që po preferojnë gjithmonë më shumë që ta mbajnë emrin e tyre edhe një band nga mbrapa. Pikërisht, prandaj po them, të krijosh një brand si band është shumë e vështirë dhe unë s'di të ke tjetër. Nuk di për momentin. Grupi Burn mund të jetë aktualisht orkestra, po
po kalojmë Ato janë grupe të cilat Kosova. janë themeluar kohë përpara Po, dhe as janë bëhet, janë dhe më të vjetër se janë ne, jetë po. gjatë. Pra erdhën me Renisin, tani kanë Dinon, ata madje kanë treguar që mund ta mbajnë grupin pavarësisht ikjes vokalistit ose ndryshimit të prioriteteve, ndërsa në të gjeneratës suaj të krijuar në këto kohra, në këto vite, Them drejtën jo. Nuk ka. Kam shokun tim që ka një grup quhet Real Strings me 2 persona që janë me kitarë akustike, ndoshta i mungon ajo pjesa që të dalin në festivale dhe të afirmohen avash avash. Por që një grup mirëfillt band rocku nuk është se kam dëgjuar. me që jemi këtu tek festivalet, unë e kuptoj, ne nuk kemi shumë skena të koncerteve, të live-eve, dhe ndoshta ato dy festivalet live thaj që kemi, festivalit këngës në radio televizionin shqiptar apo të këngës magjike, duken sikur janë skenat e vërteta të mëdha, madje edhe ai i Kosovës tani më që është krijuar mundësia artistëve si në Shqipëri si në Kosovë për të marrë pjesë, për të ndjerë me vërtet artist. Unë i dua shumë live-et e bareve sepse ato kanë një kontakt të drejtë për drejt, por në fund të fundit ato përsëri janë fatura në banak. Pra, ti duhet të marrëgëtosh që unë të pres një faturë tjetër dhe që ti të kesh të ardhme në këtë bar. Ndërsa këto festivalet, sa do të anatemuar, të diskutuar, të përfolur që të janë sa skena prej vërteti që kam përshtypjen që ju s'duhet i lëshoni për ca vite. E drejtë, edhe unë, sidomos para ndarjes me çunat e Urban Band, i thoja shpesh që janë taksative që duhet shkojmë patjetër. Minimumi të çojmë këngë për konkurim. E bëra dhe vetë kur isha vetëm me emrin tim, një vit fitova, një vit tjetër nuk pata mundësi të shkoja, por që dhe unë e shoh shumë të rëndësishme që të marrim pjesë te këto festivale, sepse në fundit janë reklama dhe reklam që s'do paguash asgjë. Dhe për më tepër do kesh një lloj klipi ose një lloj promovimi, se në fakt është e vështirë sot, një këngë kushton, një performancë kushton, janë të gjitha kosto jetësore që nuk është se ne po bëjmë maksimumin e mundshëm që të kemi mundësi edhe për tu investuar në këtë drejtim, në prodhimtari po flasim. Në listën tënde mund të kishte 1 milion këngë, ti ke repertor të gjatë dhe të gjerë, unë të kam dëgjuar disa herë, megjithatë do flasim pak për këngët të cilat ti i ke vendosur si pjesë të listës duke nisur me It's My Life Bon Jovi, për shembull. Prandaj tashun që para unë kam lënë 43 vite. Se për mua It's My Life hyn te këngët e reja të Bon Jovit. Ma merr mendja po. Cili është raporti yt me këtë këngë dhe pse e ke të dashur? Çfarë ndodh kur ti e këndon këtë këngë? Po kjo është një nga këngët vendosa ta zgjedh të parën sepse është një këngë që më nxjerr nga halli shpesh herë, si thua. Është kënga që unë kur e shoh s'kam arritur ta marr publikun me vete, vendos It's My Life, i bëj një shenjë çunave dhe ndryshon gjendja edhe në live. Atë shkon nga e zezë bëhet e bardhë çdo gjë. Edhe është një këngë që po them nuk e kam dar çdo live, deri diku është edhe gabim, por që e kam si signaturë të paktën të bandit ose si cover. Me klipin e kësaj këngë jam dashuruar fillimisht, ka qenë ndër këngët e para rock që un kam dëgjuar. Edhe nuk janë ndaja çdo ditë duke e dëgjuar, gjithashtu edhe këngët e tjera që kam përzgjedhur, por këtë e kam përzgjedhur si këngë që e bëj çdo live, të shpëton ajo, fiks shpëtimtare. Sepse njerëzit e njohin refrenin, këndojnë me ty, tregojnë që janë aty të vëmendshëm dhe se janë duke u marrë me biseda. Dhe është një farë mënyre, një lloj grepi për t'i kthyer në vëmendje. I kam ra pak shkurt, po që pse jo, e përdorim. Është këngë catchy, është këngë e bukur, të gjitha kanë dëgjuar. E rëndësishme është qëllimi final, Andi, nëse njerëzit kthehen, nuk ka rëndësi, është e rënë shkurt apo e rënë gjatë. Dëgjojmë It's My Life nga Bon Jovi. Dëgjuam Bon Jovi dhe It's My Life. Në fakt un kot them na duket nga këngët më të reja apo më të vjetra, sepse kur kjo puna e rockut të krijohet si një lloj stili jetese që gati të duket si tradhti ndaj rrymës, nëse ti disa këngë nuk i njeh, nuk i di, nuk i dëgjon dhe kështu me radhë. A e ndjen Andi vështirësinë bashkë me grupin, po edhe gjatë kohës që ke qenë vetëm? E ndjen vështirësinë e investimit në një muzikë që kulmin e vet e pati në vitet 70, në vitet 80 dhe tani, jo se s'ka, ka pa fund, patjetër që ka, por ne kemi një jetë dinamike që se kemi dhe aq shumë mendjen për të qenë selektues, përzgjedhës dhe kështu me radhë. A do kishte qenë më e thjeshtë, kisha rënë më shkurt? Po, do doja të ishte një rrugë më e shkurtër, ose po them do doja, unë jam i lumtur për këtë që bëj. Edhe nuk mund të them që se kam provuar, por në sytë e mi dhe në veshët e mi nuk ngjaj mirë. Nuk është diçka që arrit ta bëj edhe t'jem aq i pëlqyeshëm, po them te këngët më pop, më trend,
kam provuar dhe sikur jam jashtë stilit tim. Nuk e gjej dot veten, edhe preferoj të rri aty ku unë ndihem mirë. Si thua, të bëj çfarë të bëj te kjo rrymë që jam, pastaj kush ka dëshirë dëgjon, e pëlqen ose jo. Si keni të ndarë tani gjërat në grup? Do me thënë, e vërteta është që ne e identifikojmë një grup me frontmaning. Tani kjo është e vërteta. Jo vetëm në rastin e një vendi të vogël si Shqipëria, po edhe Bon Jovin me John Bon Jovin e identifikojmë ne, edhe pse ai ka vendosur emrin e vet. Ka vendosur emrin e vet. Si keni të ndara në procesin e krijimtarisë? Punoni bashk, keni të ndara në pikat e forta që ka secili, dikush mund të shkruaj disa vargje, dikush mund të shkruaj muzikë, si keni me që keni patur dhe kohën për të reflektuar, siç tham. E drejt, do me thënë, plusi që unë arrita të gjej nga grupi që lashtë dhe grupi që gjeta më pas, ishte Klodian Rexhepa, që është tastieristi, dikur nuk e kishim dhe tani ishte ju shtua grupit në momentin që unë isha, edhe është kompozitor mjaft i aftë që pothuajse na i sjell bulzat e këngëve ose edhe këngë të plota të përfunduara, po ne mundohemi të përqendrohemi ke bulzat që të japim dhe ne atë pjesën tonë nga vetja. Edhe ka studion e tij, aty mblidhemi për të dhënë idetë, për të ndërtuar një këngë, për ta orkestruar, ta çuar nga fillimi në fund, ndërsa për vargjet iniciatori mund të them që jam unë, edhe çunat janë në shtim e sipër të asaj që bëhet një tekst përfundimtar. Po që të shkojmë me trikën e me gjithë detajet e tjera që kërkon një këngë. Një nga vështirësitë më të mëdha, jo vetëm tuajat, po edhe të artistëve të një gjenerate më përpara, që shpesh herë janë të detyruar të këndojnë covera për shkak të o të mungesës së krijimtarisë, o të frikës se publiku mund të mos i mirëpres, nga që është i mësuar me, siç e thamë ne bashk, me këngët që i bie të shkurt sepse kanë mbetur. Në fakt, Andi, çfarë mendon ti? Publiku merr atë që ti i jep, apo ne duhet të shkojmë te publiku dhe t'i japim atë që do ai? Se unë mendoj që artisti ka edhe një detyrë ti marrë njerëzit me vete. Jo shkoj gjithkohës atje. Saktë. Është një temë që shpesh herë debatoj me grupin. Unë le të themi mbaj anën ndoshta edhe nga ndrojtja që marr në skenë, mbaj anën atyre që shkoj te publiku, po është diçka që më ndodh. Jo se dua ta bëj unë. Ke depresionin më të madh ti. Është vërtet. Kam depresionin edhe kam një, s'po them fobi, po është një frikë në momentin që s'do kesh atë reagim ose do shkoj live i shumë vakët edhe nuk do jetë diçka e bukur në fundit, por është diçka që më ndodh. Shkoj te këngët më thjeshta, pavarësisht se në provë arrin të bëjmë këngë shumë më të mira, bëjmë këngët tona, edhe për këngët tona gjithmonë është ajo frika që jo s'do e pëlqejnë, edhe kam të ndrojtje. Por nga ana tjetër, Andi, nëse kënga nuk luhet, ajo është destinuar të harrohet, apo jo? Pra, s'do ta duan ditën e parë, s'do ta mirëpresin herën e dytë, do ta mësojnë gjysmën herën e tretë, herën e katërt do e din përmendër, sepse edhe këto këngët që janë bërë sot si himni i flamurit i quaj unë, nuk është se ka qenë kështu që në fillim. Është mësuar veshjet dhe memoria e njerëzve me kalimin e kohës. E drejtë. Unë po ta them që këtë krah kjo më ndodh, por ajo që mendoj që është më e mira është të jesh diku në mes, ta kesh balancën, ti bësh edhe këngët që ty të personifikojnë si artist, edhe këngët që i do publiku, sepse në fundit një live show shkon 30 këngë, shkon 2 sete ose minimalisht 1 orë, që prap do këndosh 10-12 këngë. Që i ke mundësinë të jesh diku aty në mes, ti bësh të dyja. Ka një tendencë për të krijuar bashkëpunime, po themi midis një artisti komercial dhe një artisti më pak komercial. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them gjithmonë që unë përdorimin e termit komercial nuk e kam shumë qejf, sepse në fundit edhe ajo që prodhon ti kërkon që të shitet, nuk e mban në sërtarin e shtëpisë tënde, po le ta quajmë si për marrëveshje fjalë këto që janë pak si më të thjeshta, më limonata. Ka një tendencë për të krijuar këto raportet për të përfituar nga energjia ose përvoja e njëri tjetrit, se varet kush është më shumë i fokusuar, po themi, i ekspozuar në treg. A ke menduar ndonjëherë kush mund të ishte një duet i dëshirave të tua? Jo domosdoshmërisht për biznes në kuptimin e vëmendjes, po një duet për një dëshirë, do dëshiroja shumë të këndoja me kë. Po me Gen Bushpepën patjetër, është dueti që pse jo do bëhet edhe në vazhdimsi, me Renis Gjokën. Domethënë mund t'i rëndis rockerat e shqiptar që ne kemi me radhë për një bashkëpunim. Nga ana e dëshirave të mia. Pastaj nga ana e biznesit nuk është se kam menduar shumë edhe. Por më tepër që ti e the, unë nuk futem dot në ato ujëra se nuk gjehes bukur.
Në vërtetë, që edhe kjo ndoshta mund gjaj bukur dueti, po unë prap do rritë pjesa ime. Dhe në fundit ka pasur tendenca edhe shumë të hershme 20 vite më përpara, unë mbaj mend jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, ose më saktë vetëm në botë, po edhe në Shqipëri, tendenca të bashkimit të rrymave, të muzikës alternative me hip hop, një nga këngët më dashura për mua të muzikës shqiptare, është një hap përpara. Po, shumë e bukur. Big Basta, Sweet Company me Burn, domethënë një nga gjërat që ti nëse di ti kombinosh bukur pa humbur identitetin dhe karakterin e asnjërit për performuesve, del atje një produkt shumë i kujdesshëm që na ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Ne. Sakt. Dhe ja ku jemi te kënga e radhës, që është gjithashtu një këngë ikonike dhe ajo, Sweet Child O' Mine. Po s'pun t'i lija Guns N' Roses pa e foto, po mendoja edhe AC/DC, por kur kujtoj Axl Rose edhe ato vitet e para kur unë isha në sken me Ora, çunat. prit një sekondë, se tani që po e mendoj vetëm flokët e gjata të mungojnë, se ti pare ti ke shumë të ngjashme. Jam pa kuqe lashë, vërtet. Shumë bjond në të kuqe. Flokët e gjata u mundova, por si ishin flokët e mia për këtë punë. Nuk ka dhënë flokët të qëndronit jo. në kokë. Figura emblematike e Axl Rose më kujtohet. Unë kam ndjekur një festival Gods of Metal në vitin 2006 në Itali dhe të gjithë prisnin headliner Axl Rose, i cili një moment të bukur tha nuk kam qejf të dal sot në skenë. Pra mund të ndodhe këto kapriçot e artistëve, dhe nuk doli fare. Ndërkohë ti ke parë 9 orë koncert grupe nga më të ndryshmit, nga më të rinj, vetëm për atë momentin final. Vetëm për Guns N' Roses. Por kapriço e një artisti si ai, ta lejon edhe ajo është nga këngët më impenjative të live-eve tuaja, kjo që do të dëgjojmë tani. Në fakt, ndryshe nga It's My Life, nuk e këndoj çdo live. Bile mund të them që ka ardhur momenti që ndoshta duhet ta ul pak si tonalitet, se është pak e lodhshme dhe sfiduese, sidomos kur ke një live show që zgjat 2 orë. Por që më kujton vitet e para me muzikë dhe me një live bandi dhe ato live-et që bënim te Steel Wings i dikur në blok. Edhe shumë nostalgjike për mua sa herë dëgjoj. Dhe ka qenë shumë e bukur. Tani që më kujtove Steel Wings, se nuk e kemi fare problem të përmendim emra lokalesh, biznesesh të cilat nuk ekzistojnë më. Aty kishin gjë shumë të bukur sepse kishte një bashkim brezash. Pra ishin antarët e klubit, ata që përdorin motorët Harley Davidson, motorët Chopper që vinin nga biznesi, nga sektori bankar, që ishin mesatarisht 40-45 vjeç dhe që argëtoheshin me muzikën që e bënin disa djem të rinj që sillnin repertorin e vjetër. Një kombinim fantastik që ka rritur dhe ka zgjeruar në fakt edhe numrin e njohjeve midis jush. Tani që po kujtohem një nga njerëzit që kryente funksionet e administrimit të Steel Wingsave të këtij barit motorave, më pati thon dikur, "Tu ta shohësh dhe Andi Tankon se këndon shumë bukur." Mos ka qenë Sokoli, patjetër Sokoli për bashkët, përfitoj nga rasti ta përshëndes Sokol Dervishin dhe i them Koli ti je me shumë vonesë. Tashmë shkesi ynë Gjergj Kaçinari e ka bërë punën e tij. Dëgjojmë bashkë Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të vënë në dispozicion të Back to the Beginning për sonte, megjithatë unë ju kujtoj për të gjithë juve që sapo keni çelur radion dhe jeni sintonizuar në frekuencën e Top Albania Radios, unë jam në studio me Andi Tankon, protagonistin, vokalistin e Urban Band, pas një shkëputje dhe një reflektimi prej më shumë se 2 vjet e gjysmë, djemtë janë rimbashkuar edhe kanë krijuar mundësinë për të performuar së bashku në mjediset e shërbimit në Tiranë, po edhe në gara të rëndësishme muzikore siç janë festivalet apo programe të tjera me kryefjalë këngën. Për të gjithë juve që humbisni premierën, ju kujtoj që mund ta aksesoni programin edhe në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. E me qëra fjala. Se muzik rock është bërë në kohra ku s'kishte Instagram, s'kishte YouTube, s'kishte shumë çka, po kishte shumë shpirt, shumë zemër dhe disje të shitur. Rockerët nuk e kanë as për zakon që të jenë shumë online. E the bukur. Nuk e kanë fort me qef këtë të qeni të ekspozuar. Po tani, çfarë prisni ju Andi? Që të vim neve poshtë shtëpiave tuaja, ti bijem violinës dhe të themi ja ku jemi këtu për ju. Serenat me violinë. Se jeni kaq të ftohtë dhe ju duket sikur është budallaki prezenca në rrjetet sociale. Nuk e di pse, vërtet unë kam provuar që të jem prezent, kam provuar të bëj video, të nxjerr në YouTube, në TikTok, në gjitha rrjetet sociale, por mund të them që edhe s'kan hec aty ku dua unë. Ditën tjetër nuk e kam marrë përsipër fare ta bëj këtë gjë. Dhe besoj se tendenca është për të shkuar te kjo gjëja moderne, por ndoshta edhe vetë rryma që e ka këtë stil siç e prezantove ti shumë bukur,
është më tepër të qenurit live, të qenurit jashtë offline, po themi edhe të parit sy për sy për ta kënduar, për ta performuar një këngë. Pastaj, siç ta thash, unë kam provuar, nuk e di ç'a mungon, ndoshta duhet një person i tretë që merr vesh më shumë nga kjo fushë, apo gjithsesi kam parë të kolegët që janë po në të njëjtat ujëra, e kanë të vështirësinë të updateuarit, të dalurit online. Ishte shumë e bukur të qëndrosh online ose offline. Do ta përdor këtë. Copyright Andi Tango se më pëlqen. Cila është fytyra? Kush është njeriu që shikon pingul kur jeni në sken? Ne të gjithë kemi një njeri ose një vend ku tresim shikimin kur jemi në sken. Të them të drejtën, unë jam i fokusuar te publiku, ke ajo që po nxjerr, që po këndoj, por ka rreth 2-3 vite që pavarësisht se fokusohem te publiku, e kaloj shpesh herë shikimin te Elsa e fijuara ime, që gjatë gjithë kohës më tregon si po shkojnë gjërat, a janë mirë me shikim gjithmonë, nuk është se. Edhe shpesh herë shoh Tina Tosur, ndoshta edhe pa arsye ose për mendimet që ajo i fantazon, po them, por që ashtu duket ndoshta nga jashtë, pavarësisht se me kalimin e kohës suporti është rritur gjithmonë, duhet ta themi që është shumë e vështirë të jesh partneri ose partnerja e një artisti që del në sken. Unë se kam provuar, se jam nga ky krau tjetër, po me të dëgjuar e kam. Këtë desha të them. Aty duhet të jesh duhet të jesh i sjellshëm, duhet të kthesh përgjigje, duhet të mbash raportet e komunikimit me publikun, PR-in dhe marrëdhëniet publike. Dhe ndoshta kjo mund të cënojë në një farë mënyre. Po duke u nisur që ke buzëqeshja, domethënë. Buzëqeshja është detyrim për kur ti po del në një sken. Po them detyrim, okay, se kur je i mërzitur edhe do mërzitesh, se live show është, por unë e kam. Ndodh shpeshherë të buzëqesh edhe pse ndihem mirë për atë që po bëj, edhe është diçka që është keq kuptuar. Edhe nuk vë faj fare, por që e mira dhe fati im është që sheshohen shumë shpejt edhe jemi po ke live-i tjetër dhe kështu me radhë. Të pyeta jo pa qëllim, unë nuk kam qenë asnjëherë njeriu që bëj intervista roz, nuk më kanë pëlqyer, diti bëj shumë mirë, por nuk më kanë interesuar kurrë, nuk më kanë pëlqyer kurrë, por kam vënë re si bashkëshortja e një njeriu që luan muzikë në sken dhe që ndjek lëvizjet jo vetëm të tij, po të gjithë kolegëve në sken. Kam parë Elsën, të cilën e kam takuar vetëm një herë nga afër, në postimet e saj që është gjatë gjithë kohës aty, pra është, le të themi, fansja jote personale brenda dhe jashtë shtëpisë apo marrëdhënies tuaj. Prandaj të pyeta që gati i bie tjetër taloni, çdo gjë po shkon mirë ose ndonjë gjë nuk po shkon. Ndonjë gjë nuk po shkon mirë. Dëgjuan me kunja? Pse fole, pse qeshe, pse bëre foto, pse ka raste ndonjëherë. Ka raste, po i ka të sinqerta dhe ato, më tepër të drejtë për drejta që dhe unë t'i përgjigjem shpejt edhe të vazhdoj te kënga ose fotorradhës ose të gjëja që do bëj më tej. Po është e vërtet, nga ndjekur prej që kur jemi lidhur këtu 3 vite më parë, në çdo live ka qenë prezente. Biletën live-et që mund të ketë munguar disi, ja kam ndier mungesën dhe i kam thënë duhet vi çdo live. Edhe më jep goxha feedback edhe mbështetje. Elsa, në vitin e 5, në vitin e 6 nuk do duash më të shkosh. Kam pyetur për këtë pjesë. Duke parë edhe kolegët e mi si i kanë raportet, sidomos kolegë që kanë vite të martuar, edhe ka raste që gratë e tyre nuk i durojnë më dot live. Nuk e di si do shkoj kjo. Prandaj po them që pas sa kohësh do kërkosh të pish kafe me mua te baret e lagjes afër shtëpisë, të bëjmë një dorë muhabet sepse do bëhet shumë e lodhshme dhe do kuptosh. Unë me Torin do jemi live. Ju do jeni live gjithkohës. Dëgjojmë ku ishim tani. Metallica. Nuk ka rocker të çdo gjenerate që të mos ketë qef një këngë të Metallicave, sikundër nuk ka shqiptar që nuk ka qef një këngë italiane, për shembull. Është fuqia e muzikës, është tani që po e mendoj edhe me vokalistin e tyre ngjanjit çik të ande. Si, edhe me Hetfield. Se ku jam, nuk e di. Gjatani, por më tepër që ti them më përpara, tentova të ris flokët, por flokët e mi nuk qëndruan në kokën time. Metallica ishin ata të cilët thyen
mitet e simboleve të muzikës rock. Thanë që ne mund të kemi flok të shkurtër dhe të bëjmë të njëjtën muzikë, të mos vishemi me lëkura, me mëshinë, me përçina, dhe të bëjmë të njëjtën muzikë dhe treguar në një farë mënyre që identiteti artistik nuk vjen domosdoshmërisht nga komunikimi jo verbal. Kur i prezantuar me për pak deshtash kur i prezantuar me Rit Folk. Kur i prezantuar me Metallica. Po, ndër vitet e para dhe me Metallica që fillova të gjej muzikë, ndoshta dy të tjerët ishin frymëzim për mua nga ana e këndimit, por James Hetfield dhe Metallica më frymëzuan që të jem edhe një kitarist i mirë, ose të paktën ta nis dhe ta mësoj kitarën, ishin një frymëzim shumë i mirë për mua. Dhe këngët që ata kanë, sidomos nga ana e artistike për kitare, janë shumë ikonike dhe vërtet ta fusin qef kitarën. Edhe është sugjerimi im për çdo njeri që po mëson të kitarë, është në hapat e para të mësoj këngët e Metallica sepse do zhvillohet shumë më shpejt. Tani që po kujtohem, vetëm një gjë e mirë që shoh nga këto reality show të tmerrshëm ku njerëzit vetëm zihen dhe grihen me njëri tjetrin, më pëlqen ajo ideja e një kitare kur e shoh të vendosur aty që duket sikur sheshon gjithçka. Çfarë do bën fuqia e muzikës, paqe. Enter Sandman, Metallica, dhe rikthehemi bashkë në pjesën e fundit të programit me Andin. Jemi në fund të bisedës, jemi në limitet e kohës radiofonike të programit të sotëm, një kthim pas në kohë me një djalë të ri, afro 30 vjeç, vetëm unë kam 10 vjeç që e njoh. Imagjino zyshbalje e muzikës që e ka vlerësuar që në klasën e 3 dhe të 4 fillore. Andi, nëse nuk do ishe ky njeriu që merret me muzikë, cili do ishe? Ose cili je, se mund të bësh disa veprime të tjera në të njëjtën kohë? Unë gjithmonë kam pasur qef të isha stomatolog. Nuk e di pse ëndra më thyn mes, edhe se mbaj mend pse, por që ndoshta mësimet nuk isha aq i mirë ose i përkushtuar sa ç'keni duhet. me stomatologjin? Kujtohet që edhe Gent Bushpepa ka kryer disa vite në stomatologji. Ai ka kryer disa vite, nuk e di pse ka ndaluar. Por që s'arrita do ta bëj kurrë. Ndërkohë, pas muzikës edhe pas dështimit, sigurisht të karrierës time futbollistike, dhe ajo ka qenë një ëndër që e kam ndjekur pas deri 18-19 vjeç me shumë përkushtim. Vitet e fundit, sidomos pas karantinës, kam arritur të gjej një dëshirë për të marrë me graphic design, me rrjete sociale, me krijim videosh, postimesh, imazhesh, edhe sidomos me hyrjen e AI është bërë akoma më dinamike dhe më e bukur si botë, që më tërheq të paktën jashtë muzikës. Prap me kreativitet, do me thënë, sido që të jetë fusha ndej apo këtej, nuk je shkëputur nga kreativiteti. Xhanëm edhe po të kishe qenë marrë me stomatologji, me tërë këto zhvillime që ka pësuar fusha edhe me dhëmbët të tridimensional për laboratore, ku diu se çfarë të pikturuar e të sistemuar, edhe atje do kishe krijuar brenda atij profili, sepse thonë që kush e ka dellin, natyrën, degën artistike dhe krijuese brenda, e përdor ato në çfarëdo lloj fushe. Dikush që ka shije estetike të rafinuara, edhe thumbin edhe gozhdën në mur, e vendos bukur, e vendos me estetik dhe nuk i krijon probleme banorëve të shtëpisë. Cilat janë disa angazhime që i keni marrë përsipër? Jemi në pranverë të këtij viti, shumë shpejt do bëhen gati pranimet për festivalet që tham, vinë festat e fund vitit, 10 kompani që festojnë, që kërkojnë të ketë muzikë. Nuk e di si e keni bërë këtë planin, apo e keni lënë gjithmonë rastësisë dhe spontaniteti është mbreti i botës? Deri diku po. Le të themi 50 me 50. Edhe ne i bëjmë ato llogarit tona që ti kemi disa këngë gati të paktën për festivalet. Do të dolim që çdo muaj të ishte si nëntori dhe dhjetori nga ana e live-eve dhe eventeve muzikore, po nuk është ashtu, kështu që këtë periudhë të vitit kemi kohë të lirë pak më shumë, edhe mundohemi që të kemi këtë krijimtarinë tonë të përbashkët. Pikësynimi janë të 3 festivalet, siç ka qenë edhe përpara se të ndanim, edhe tani është po e njëjta gjë. Dhe fokusohemi të takohemi 2-3 herë në javë, edhe kur nuk kemi evente, që t'japim mendime dhe të vendosim ca pika mbi i, kur i thonë. Kënga që do të luajmë të fundit është her pas here, është kënga jote si solist, si vokalist. Kam dhe një pyetje të fundit. E di unë, e them gjithmonë që kur e pyet dikë për ndjesinë, ajo nuk përshkruhet. Megjithatë, aq sa mund t'ja dalim.
Pra ke qenë i mbështetur në festivalet e mëparshme me një grup nga pas. Po. Dhe si solist, okay, ke instrumentistë shumë të mirë, ke muzikantë shumë të mirë të orkestrës së radio, televizionit dhe të bendit festivalit, por nuk janë shokët e tu. Cila ka qenë ndjesia nga grupi, me të cilin e keni krijuar gjithçka bashk, tek një festival ku patjetër po trajtojmë me kujdes, por ti je një ndër 25, 6, apo diun sa vet kanë qenë në garë atë vit. Për mua ishte festival i veçantë sepse mora pjesë me një këngë që e kisha krijuar, kompozuar dhe tekstin gjithën vet, por duhet ta pranoj që më mungoi, ishte pak thatë skena, ishte pak bosh edhe pavarësisht se gjithë të tjerë edhe dalin edhe marrin koreografi me balerina, unë nuk e kam, s'po them mundsinë, po edhe stilin nuk është stili i tillë, edhe me vërtet ndjeva veten pak bosh. Atë vit mora dhe James Rukën, i cili është kitaristi që kam pas këto 2 vite dhe akoma kam bashkëpunime, do vazhdojmë. Dhe ai si thuash më mbushi pjesën që mungonte, që ishte një band që nuk arriti do ta mbush sigurisht mungesën e çdo personazhi, por që shumë më mirë kur je një band më i plot, më energjik. Skena është, sidomos kur po luan rock, duhet patjetër i baterist, një basist, përpos kitaristit, këto 3 hëngresor. Bashkë me ty u përfitoj nga rasti shumë ti përshëndes djemt, Klodin, Dritanin, Sajmirin, Kërcin. Ju falenderoj shumë, ata kanë qenë shumë bashkëpunuese edhe në çdo herë që un kam pasur rastin të punoj me ta, më vjen mirë që në herët ku do duhet të punoj me ta, do të punojmë sërish bashkë. Faleminderit shumë Andi që ishe këtu në provën me ne. Faleminderit shumë për ftesën, ishte shumë bukur. Na kishte marrë malli. Na kishte marrë malli. Rikujtoja veten edhe një herë. Mirë, dëgjofshim, ne do të jemi në këngën e fundit programit për sonte, her pas here të duhet të flasim për të kaluarën, sepse në fund të fundit nuk ka as sot dhe as nesër, nëse nuk bëjmë ca hapa pas për të kuptuar nga erdhëm, ku jemi edhe ku duam të shkojmë. Natën e mirë, dhe do të dëgjojmë sërish sot një javë me një tjetër personazh. Kalofshi bukur dhe gjumë të ëmbël. Ciao.